Zyrtarët policor të Kosovës këtë muaj nuk marrën plotësisht pagat për të cilat kishin punuar. Të njëjtit marrën pagat bazë, por jo edhe ato për orët shtesë dhe angazhimin përtej orarit të rregullt që kishin. Zyrtarët të shumë policor të vendit nuk u kompenzuan plotësisht për aq çfarë ju takon. E gjithë kjo ndodhi për shkak se thesari i shtetit nuk arriti të ekzekutojë këto pagesa, pasi ka mungesë të buxhetit. Policëve më saktësisht ju janë paguar vetëm për 32 orë jashtë orarit, derisa për orët e tjera shtesë nuk do të ketë pagesë. Gjithashtu nuk është paraport pagesë as për ditët e pushimeve të pashfrytzuara, zyrtarët e pensionuar e ata që përfshihen në ndalesa të suspendimeve dhe shumë raste të tjera. E papaguar kanë mbetur edhe shumë zyrtarë policor të cilët ishin për ekstradime apo arsye të tjera jashtë vendit. Meditjet e tyre të muajit që lan pas nuk janë ekzekutuar ende. E kjo nuk është hera e parë që shtesat e policëve nuk janë paguar, ani pse shumë zyrtarë policor kanë 10 orë që kanë punuar jashtë orarit të tyre të punës. Deri në momentin e publikimit, as nga policia, Ministria e Financave dhe as ajo e punëve të mbrëmshme nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje për situatën e krijuar.